Mirëmbrëma për të gjithë dëgjuesit e Radio Marisë së Kosovës dhe qoftë lëvduar Jezu Krishti. Në këto momente ju ftojmë që të lusim së bashku mbrëmsorën. Sot është e kremte lindja e Shëngjom Pagzuesit. O hymë eja në ndihmë, O Zot, shpejto të më ndihmosh. lavdiatit e Birit e Shpirtit Shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Për të mundur sklevërit tërë tejzat e zërit, ti bëjnë të ushtojnë çudit e punëve të tua. Zgjidhe mëkatin e buzëve fajtore, o Shëngjon. Kur erdhë nga qielli e përlajmtari, të yt atë se ti do të lindësh njeri të madh, emrin dhe vargun e jetës që do të bëje me radhje shfaqi. Ai me dyshim në premtimin e tepërit, humbi në çast mënyrën e të folurit, por kur linde, ja përtrive organet të zërit të shuar. Strukur në folenë mbuluar të barkut, kishte ndjerë mbretin që në dhomë qëndronte. Këtej nëna e foshnjës për merit të dyve shfaqi të fshehtat. Banorët e qiellit madhërojnë me lavde, ty o Zot i thjesht e i barabart në trini, dhe ne si lutës ty të lypim falje, falje të shpërblyerit. Amen. Antifona e parë. Qenë një njeri i dërguar prej hyjit, emri i tij ishte Gjon. Psalmi 15. O Zot, e kush do të guxojë të hyjë në tendën tënde? Kush do të guxojë të banojë në malin tënd të shenjtë? Vetëm ai që jeton me nder, që vepron me drejtësi. E prej zemrës flet të vërtetën, që si shpifet kujt me fjalë, që të afërmin se dëmton, që shoku nuk e çnderon. Ai që bakeqin e mban për asgjë, e i çmon ata që druajnë Zotin. Ai që i përbehet dashamirit të vet dhe ja mban fjalën, nuk jep të holla me kamat e nuk merr rishfet kundër të pafajshmit. Kush vepron kështu, kurrë për këtë jetë nuk do të luhatet. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Qenë një njeri i dërguar prej hyjit, emri i tij ishte Gjon. Antifona 2. Ai erdhi si dëshmitar për të dëshmuar dritën. Psalmi 112. Lumaj njeri që druan Zotin, që kënaqet në urdhrimet e tij. Fara ati do të jetë fort mbi tokë, do të bekohet breznia e të drejtëve. Pasurie e mirëqenie në shtëpinë e tij, drejtësia e tij qëndron në shekuj të shekujve. Ka lindur për të drejtët një dritë në errësirë. I butë i mëshirshëm është njeriu i drejtë. I ëmbël është njeriu që për dëllejnë e huajon. Punët e veta i kryen me ndërgjegje. Ai askur nuk do të bjerë poshtë. Në kujtim të përhershëm mbetet i drejti, nuk i trembet lajmi të keq. E patranshme është zemra e tij me shpresë në Zotin. Të fortë ka zemrën, nuk do të trembet, armiqtë e vet i bën asgjë. Është dorë dhënë, u fal skamnorëve. Drejtësia e tij qëndron në shekuj të shekujve. Balli i tij ngallit për nder. E sheh bakeqi dhe hidhrohet, me dhëmb kërcëllon e vyshket. Dëshira mkatarve shkon huç. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Ai erdhi si dëshmitar për të dëshmuar dritën. Antifona 3. Gjoni ishte lamb që digjet dhe shkëlqen. Kënga krahasoi librin e zbulesës kapitulli 15, rreshta 3 dhe 4. Të mëdha dhe të madhërueshme janë veprat e tua, o Zot hyj, o i gjithë pushtetshëm. Të drejta dhe të vërteta janë udhët e tua, o mbreti i popujve. Kush të mos të druaj ty, o Zot, dhe kush të mos se lavdëroj emrin tënd. Ti vetmi je shenjti. Të gjitha kombe do të vinë dhe do të adhurojnë para teje, sepse gjyqjet e tua u dëftuan të drejta. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Gjoni ishte lamb që digjet dhe shkëlqen. Leximi i shkurtër marrë nga Veprat e Apostujve, kapitulli 13, rreshtat 23 deri në 25.
Hyi prej pasardhësve të Davidit, si pati premtuar, ja ngriti Izraelit shëlbuesin Jezusin. Para ardhjes së Jezusit, Gjoni predikoi mbar popullit e Izraelit pagëzimin e kthimit. E kur Gjoni po jepte fund misionit të vet, thoshte: Unë nuk jam ai që ju mendoni si jam, por ja, pas meje po vjen ai të cilit unë nuk jam i denjë t'ia zgjidh të mbathurat të këmbëve. Përgjigje e shkurtër. Drejtoni shtigjet e Zotit, përgatitni udhët e tija. Drejtoni shtigjet e Zotit, përgatitni udhët e tija. Pas meje po vjen një që ishte para meje. Përgatitni udhët e tija. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shejt. Drejtoni shtigjet e Zotit, përgatitni udhët e tija. Kënga ungjillore Magnificat. Antifona. Ky fëmijë është më shumë se një profet, për të shëlbuesi tha: Në mesin e të lindurve prej grash nuk u ngrit asnjë më i madh se Gjon Pagëzuesi. Kënga e Virgjës së Lumës sipas Lukës Ungjilltar, kapitulli i parë. Lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin. Shpirti im e harej brohërit hyjit shëlbuesit tim. Sepse shikoj me pëlqim mbi shërbëtoren e vet të përvuajt. Që se që tani të gjitha brezni do të më quajnë të lumtur. Sepse punë të mëdha bëri për mua hyi i gjithë pushtetshëm. I shenjtë është emri i tij. Mëshira e tij brezni më brezni. Për ata që e druajnë. E tregoi fuqinë e krahut të vet. I hodhi poshtë qëllimet e krenarëve. I rrezoi princat prej froneve të tyre. E i lartësoi të përvuajturit. Me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë. E të pasurit i nisi duar thatë. I ndihmoi Izraelit shërbëtorit të vet. Duke e sjellë në mend mëshirën. Si u apati premtuar etërve tanë. Në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. Ky fëmijë është më shumë se një profet, për të shëlbuesi tha: Në mesin e të lindurve prej grash nuk u ngrit asnjë më i madh se Gjon Pagëzuesi. Lutjet e besimtarve. Me plot harreti lutemi hyjit që Gjon Pagëzuesin e zgjodhi në mes të njerëzve që të kumtojnë mbretërinë e Krishtit. Drejtoj o Zot hapatan në shtigjet e paqes. Gjonin e thirrë nga krarori i nënës për të përgatitur rrugën e birit tënd. Na thirrë edhe ne të shkojmë pas zotërisë me zellin e Gjonit, i cili ja përgatiti rrugën. Drejtoj o Zot hapatan në shtigjet e paqes. Ti bëre që Gjon Pagëzuesi ta njohë qengjin e hyjit, bëj që kisha jote t'ua tregoj të gjithëve dhe njerëzit e kohës sonë ta njohin. Drejtoj o Zot hapatan në shtigjet e paqes. Ti bëre që profeti të zvoglohet, ndërsa Krishti të rritet. Bëj që dhe ne të zvoglohemi dhe ti të shfaqesh nëpër ne. Drejtoj o Zot hapatan në shtigjet e paqes. Në përmundimet e Gjonit deshë që të mbrohet e drejta. Në bëj të palëkundshme në dëshminë së vërtetës sate. Drejtoj o Zot hapatan në shtigjet e paqes. Le të bjerë në mend për ata që kaluan nga kjo jetë, vendosin në brigjet e dritës dhe të paqes. Drejtoj o Zot hapatan në shtigjet e paqes. Ati ynë që je në qiell, u shenjtroft emri yt. Ardh mbretëria jote, u bë vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Rrugën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. Bëjo hyj gjithë pushtetshëm që familja jote të ecë udhës së shëlbimit në udhëheqjen e Shën Gjonit, pararendës dhe të arrijë me siguri të Jezu Krishti Zoti ynë, të cilin Gjoni e tregoi të pranishëm. Nëpër Zotin ton Jezu Krishtin, birin tënd, që më ty jeton e mbretëron në bashkim me Shpirtin Shejt hyj për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyjin. Të dashur dëgjues të Radio Maris, kishit mundësinë të lusim së bashku mbrëmsoren e në nder të festës së lindjes së Shën Gjon Pagëzuesit në emër të stafit të Radio Maris së Kosovës, u urojmë këtë festë të gjithë besimtarve dhe po ashtu të gjithë atyre që e kanë emrin Gjon. Kudo qofshi, qof lëvduar Jezu Krishti. Gjithmonë i jetës.